Territori shqiptar për datën 8 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me mod të vranët dhe rreshje të dendura shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje të vazhdueshme me intensitet mesatar deri të lartë në zonat perëndimore, ndërsa pasditja do të sjellë përmirësim gradual të kushteve atmosferike në disa rajone juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 2 deri në 3 orë diell. Era do të fryjë nga drejtimi jugor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë edhe 7 metra për sekond. Deti do të jetë mesatarisht i trazuar me dallgëzim 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 8 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 8 nëntor do të jetë në orën 6:13, ndërsa perëndimi në orën 16:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 18 gradë Celsius. Bera, 13 deri në 20 gradë Celsius. Korçë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 19 gradë Celsius.